Dekretimi nga Donald Trump i një generali si ambasadori i SBA-s në Tiranë është rasti i dytë pas James Jeffreyt, i një ambasadori me profil ushtarak që dërgohet në Shqipëri, përkatësisht pak para nisjes së pushtimit të Irakut nga George W. Bush në vitin 2003. SBA-ja ka ndjekur një protokoll të pashkruar por formal në logjikën e emërimit të ambasadorëve, ku secili ka pasur një mision për të kryer, dhe në këtë logjik është përshtatur edhe formimi dhe profili i diplomatëve. Kështu, William Ryerson kishte si mision largimin e qeverisë së PPSH në Shqipëri dhe si profil ishte një diplomat politik, ndaj edhe u tërhoq menjëherë pas përfundimit të misionit në Tiranë. Joseph Lake u soll nga administrata Clinton në vitin 1994, duke marrë parasysh përvojën e tij në Ballkan gjatë luftës së ftohtë, ku kishte shërbyer në Bullgari. Ishte koha kur NATO po përjetonte zgjerimin e saj. Misioni i Lake, i cili qëndroi vetëm 2 vjet, duket se ishte i qartë. Së pari, të detoksikonte mjedisin diplomatik të SBA-s nga politizimi i Ryersonit, por edhe të shërbente si një ure politikës së re me të gjitha krahët. Gjatë kohës së Lake, thuajse të gjithë politikanët e opozitës apo ata që nuk kishin në qeverinë atë kohë, u trajnuan ose ndoqën studime në SBA për sistemin demokratik. Duket qartë se misioni i Lake ishte afrimi i opozitës me SBA-n dhe zbutja e qëndrimit toksik kundër NATO-s, gjë që u arrit. Lake u thirr në Washington nga një tjetër Lake, përkatësisht Anthony Lake, i cili ishte kreu i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë nën presidencën e Bill Clintonit. Misioni i Lake, i cili e njihte mirë mentalitetin e lindjes pasi kishte shërbyer gjatë luftës së ftohtë në Sofje, ishte të menaxhonte Sali Berishën pas llastimit që ishte bërë. Lake qëndroi deri në vitin 1996, kur marrëdhëniet me SBA-n u acaruan shumë. Pikërisht në këtë kohë u dërgua një diplomate e hekur si Marisa Lino, e cila përveç përvojës në Itali, kishte shërbyer si diplomate në vende të vështira si Iraku, Tunizia, Peruja e të tjerë, ku kërkoi një ndërveprim i fortë. Misioni i Marisa Linos ishte të ndalonte derivën autoritare të Berishës së parë dhe të ndihmonte Shqipërinë në një kohë të rëndë, siç ishin trazirat e vitit 1997. Më pas vjen i ndjeri Joseph Limprecht, një ish oficer policie, i cili kishte si mision diplomatik të ndihmonte në ringritjen e shtetit shqiptar, veçanërisht të forcave të sigurisë, policisë dhe shikut, reputacioni i të cilit ishte kontaminuar nga infiltrimet xhihadiste. Limprecht nuk e përfundoi mandatin, pasi pësoi një goditje në zemër në Lur, ku humbi edhe jetën. Pas Limprechtit vjen Mercy Rice, një diplomate karriere, bashkëshorti i së cilës ishte ambasador në Athinë, një rastësi që nuk duket e tillë, pasi në atë kohë SBA-ja shtyu fort për të ndalur përplasjet me Athinën dhe posaçërisht që të ndalojë vetoja greke ndaj Shqipërisë në NATO. Pas ambasadores Rice, presidenti Bush i ri solli një ushtarak si James Jeffrey, i cili ishte specialist i lindjes së mesme, ndërsa emrimi i tij rastisi përpara pushtimit amerikan të Irakut në vitin 2003 dhe si për koincidencë, Jeffrey më pas u emërua ambasador i SBA-s në Irakun e pas Saddam Husseinit. Pas Jeffreyt, një general i ushtrisë amerikane, në Tiranë erdhën me radhë John Withers, një veteran i Departamentit të Shtetit, i cili menaxhoi hyrjen e Shqipërisë në NATO dhe qeverisjen e parë pas Gërdecit, ku bë i famshëm për kaplogramet e tij, të shkruara me një mjeshtri letrare gjatë periudhës së shpërthimit në fshatin e demontimit. Misioni i Withers ishte diplomacia e mbajtjes së Tiranës në stabilitet dhe arritja e një paqeje të brisht me Sali Berishës dhe Edi Ramës. Më pas në Tiranë u dërgua Aleksandar Arvizu me misionin e heqjes së bombave nga dora e Sali Berishës dhe përgatitjen e një tranzicioni të qetë të pushtetit drejt Edi Ramës. Donald Lu më pas solli fabulën e peshqve të mëdhenj, e cila u përforcua nga Yuri Kim, që u tregoi demokratëve të Sali Berishës barin. Ardhja e një generali të forcave speciale, përkatësisht një komandanti të beretave të gjelbra dhe drejtuesi të operacioneve speciale të NATO-s, nuk duket se është rastësi. I përgatitur si të instalohej në Kuvajt, devijimi i mëvonshëm drejt Tiranës nuk është gjë tjetër veç se një indikator i qartë politik. Sipas gjasave, misionin me të cilin ishte ngarkuar në Kuvajt do ta drejtojë nga Tirana. Generali Eric P. Wendt është një ekspert dhe këshilltar për një kohë të gjatë për çështjet e Palestinës, kryesisht ato të sigurisë, dhe këtë mision ka shumë mundësi ta kryejë në një bazë të re ose paralele amerikane në Ballkan. Ardhja e një ambasadori ushtarak të një stature të lartë nuk ka si të jetë thjesht një qok politike, por një sinjal i qartë politik. Në Athinë, Trump ka dërguar një ambasadore nga lidhjet e afërta familjare, si Kimberly Guilfoyle, e cila si fjalë kyç ka çështjet ekonomike dhe posaçërisht ato të naftës e gazit, në një kohë kur në Greqi është instaluar një mega investim për nxjerrjen
shpërndarjen e gazit në ujërat e detit Jon. Emrimi i generalit Went në krah të Guilfoyle nuk është gjë tjetër veç se ruajtje e shpatullave të këtij aseti të madh amerikan. Ndërkaq, interesant mbetet fakti apo pritshmëria se si e ka pritur apo do ta presë Edi Rama ose Sali Berisha këtë ambasador me atribute të mëdha. Sipas të gjitha gjasave, Rama nuk do të ketë asnjë rast apo mundësi ta ngrejë zërin, siç ka bërë ndonjëherë me të ngarkuarën me punë Von Horn apo edhe më parë me Yuri Kim. Generali i beretave të gjelbra do t'i ketë fjalët e shkurtra, më shumë se sa negociata. Went do të shpërndajë urdhra diplomatik dhe kërkesa ultimative që vijnë nga lart, jo vetëm nga dashi i Marco Rubios, por mbi të gjitha nga shtëpia e bardhë dhe rrethi i ngushtë i Donald Trumpit dhe sipas gjasave me një vëmendje të madhe nga Pentagoni e natyrisht nga Langley. Në këtë logjik, më shumë se Edi Rama, presidenti Bajram Begaj do të jetë interlokutori kryesor i ambasadorit të ri të SBA-s, qoftë për solidaritetin e uniformës, por më shumë për rrethin e afërt të besimit, sidomos në çështje operative të inteligjencës dhe ushtarake, ku siç duket do të përqendrohet misioni i tij. Ky mision, më shumë se sa diplomatik, duket se vjen në një terren shumë aleat për të përgatitur një teatër të një lufte të re, ku Shqipëria e ka të destinuar të jetë pjesë. Devijimi i generalit nga Kuvajti në Tiranë është një sinjal që tregon se gjërat do të ndërlikohen edhe këtej nga ne, duke zhvendosur qendrën nevralgjike.